Sa vjet kemi që i dëgjojmë para emërusit e stuhive të arshme për fundin e kësaj force politike në qeveri. Dhe çdo protest është një rast për përmbysje, jo për temën. Një protest për temën është gjëra më legjitime dhe në momentin kur ti je gati t'i ofrosh bashkëpunim për të trajtuar temën dhe je gati të ofrosh diskutim për të kuptuar se si mund të adresohet tema më mirë, askush nuk paraqitet, sepse të jesh pjesë e tsunamit është shumë më rëndësishme se të jesh pjesë e zgjidhjes për temën. Dhe çdo ditë është dita e një gjykimi të madh dhe humbja e sensit të realitetit bën parapritur që nga të katër anët të dalin të gjitha llojet e krijesave që deri në moment kanë qenë në përcepat e tyre. Dhe të kërkojnë diçka, secili kërkon diçka. Diçka për cilën mund të ketë të drejtë, diçka për cilën mund mos ketë të drejtë, por të cilën e kërkon pikërisht përmes asaj vale çmendurie, duke ushqyer algoritmin dhe duke ushqyer faktikisht të kundërtën e asaj për cilën pretendon se është atje. Dhe për t'i dhënë të gjithë kësaj një kuptim adetar, një pathos revolucionar, një parafiturim epik, aty në sheshin televiziv të algoritmit fillon refreni Edi Rama ka marru. Mi po puna është që ikën mbrëmja dhe vjen mëngjesi. Aty s'ka njeri, sepse sheshi i xhirimeve hapet në mbrëmje. Ndërkohë që unë jam këtu, ne jemi këtu. E nesërmja vjen, pastaj vjen një mbrëmje tjetër, dhe një nesërmje tjetër, vitet ikin, profecia vazhdon. Sepse edhe po s'u bëhet vërtet, bëhet virale, dhe ja ku jemi sot. Për dekada me radhë kemi luftuar për lirinë e shprehjes, me drejt. Pa të s'ka demokraci, pa të s'ka opozit, pa të nuk ka qytetar të lirë, po ka vetëm një ferr social. Po ndërkohë pothuajse pa e kuptuar kemi hyrë në një ferr tjetër social. Në një epokë ku problemi nuk është bën mungesa e lirisë shprehjes. Problemi është pakufishmëria e lirisë së shpërndarjes. Jo të zvërtetës, të gënjeshtrës. Sepse sot s'ka më nevojë të censurosh faktet, mjafton t'i mbysësh. Nuk ka nevojë t'i ndalosh, mjafton t'i fundosësh në një oqean trillimesh. Dhe me të drejtën që t'jep zemrimin ndaj një roje sigurie, që të rreq zvarr një protestues, të krijosh një ciklon për të kërkuar vdekjen e të gjithë tradhtarëve. Në fundit çfarë rëndësie ka nëse një fakt është i lirë të flasë, kur është i rrethuar nga 1 milion gënjeshtra. Kush dëgjohet më shumë? Nëse ti aty i lirë të thuash të vërtetën dhe ndërkohë një korë vërtet një gënjeshtër në çdo fjalë që ti thua. Dhe kjo është një situatë e re e kohës tonë ku fakti dhe gënjeshtra janë thjesht dhe vetëm dy njësi. Të mënyrës se si funksionon algoritmi, që nuk pyet kush ka drejt, po pyet vetëm kush e merr peng më gjatë vëmendjen. Dhe ati i jep shtys. Tjetrit i ul shpërndarjen. Dhe kjo është arsyeja pse sot sfida e demokracisë nuk është vetëm mbrojtja e lirinë e fjalës. Është mbrojtja e lirinë e fakteve. Ta mbrojë lirinë e fakteve duke insistuar që faktet të dëgjohen. Sepse nëse fakti humbet aftësinë të depërtojë në një hapësirë publike, e vërteta nuk është më e lirë. Dhe liria e shprehjes është vetëm teori. Është si t'i japësh dikujt drejtën të flasë në mes një stadiumi, ku 100.000 altoparlant transmetojnë vetëm zhurmë. Ai është i lirë, po e vërteta e tij
nuk dëgjohet. Dhe më keq akoma, çfarë kemi parë këto ditë, lidhur me ata që nuk kanë ndarë të njëjtin vendim me sheshjen e xhirimeve, është e frikshme. Dhunim i vazhdueshëm online, kërcënime. Unë i kam të panumërta ankesat e njerëzve që mbasi kanë mbyllur profilet e tyre, i kanë marrë kërcënimet në telefonat e tyre. Dhe, natyrisht, ja kanë përcjellë policisë. Po edhe policia çfarë do bëj? Me mesazhe që vijnë nga lloj-lloj drejtimesh të paditura. Sfida më e madhe e kohës që jetuam ishte liria shprehjes, sfida më e madhe e kësaj kohe është liria e fakteve.